Peshorja. Dhjetori 2025 për shenjën e zodiakut Peshorja është si një dhomë e mbushur me dritë të butë, ku çdo hije më në fund gjen formën e saj dhe çdo detaj zbulohet qartë. Parashikimi juaj mujor tregon për një muaj ribalancimi të thellë, zgjedhjesh të menduara mirë dhe një harmonie që së pari lind brenda jush dhe më pas reflektohet në botë. Horoskopi i këtij muaji jufton të rizbuloni përqendrimin tuaj, atë që ndonjëherë e humbni duke u përpjekur t'i kënaqni të gjithë. Dhjetori ju ofron një dhuratë të çmuar, mundësinë për të dëgjuar vërtet atë që është e mirë për ju. Gjatë kësaj periudhe, ndjeshmëria juaj bëhet më e mprehtë, por edhe më e fortë. Këshillat tuaja astrologjike flasin për vetdije emocionale, qartësi mendore dhe akte të vogla të bukurisë së përditshme. Parashikimi mujor tregon një rrugë harmonie, butësie dhe vendimesh elegante. Zgjidhni atë që ju bën të ndiheni të lehtë, jo atë që ju ndërlikon. Dhe pyeteni veten sinqerisht, cila është e vërteta ime në këtë moment të jetës? Dhjetori do t'ju përgjigjet me delikatesë. Dashuria. Marrëdhëniet romantike të Peshores në dhjetor po lëvizin në një valë të butë, të mbushur me biseda të qeta dhe një dëshirë për ekuilibër. Nëse jeni në një lidhje, ky është një muaj që sjell mirëkuptim të ndërsjellë dhe intimitet të ri për të rirë. Horoskopi mujor tregon se partneri juaj bëhet një pasqyrë e sjellshme. Ata nuk gjykojnë ose kërkojnë, por përkundrazi juftojnë të jeni vetvetja më sinqerisht. Parashikimi mujor flet për sqarime që vinë natyrshëm, pa konflikte apo presion. Mund t'i shprehni ndjenjat tuaja pa frikën e reagimit të tepruar. Dhjetori ju ofron terren të sigurt. Nëse ka pasur keqkuptime në muajt e fundit, klima tani ju lejon t'i zgjidhni ato me një gjest të dashur ose një bisedë të sinqertë. Nëse jeni beqar, ky muaj hap rrugën për takime të rafinuara, interesante dhe nganjëherë pothuajse poetike. Energjia juaj bëhet magnetike, por jo ndërhyrëse. Ju tërheqni ata që vibrojnë në të njëjtën frekuencë emocionale me ju. Këshilla juaj e zodiakut sugjeron të mos kërkoni për sosmëri, por lidhje. Dikush mund t'ju surprizojë pikërisht sepse nuk I përshtatet kornizës suaj ideale. Një gjest konkret, kushtojini një moment çdo javë një bisede të sinqertë me veten rreth asaj që dëshironi vërtet në marrëdhënie. Qartësia e brendshme sjell qartësi të jashtme. Shëndeti. Për Peshoren, shëndeti në dhjetor është një ekuilibër delikat midis mendjes dhe trupit. Parashikimi mujor tregon një muaj në të cilin energjia juaj pozitive rritet ndërsa gjeni qetësi dhe harmoni. Horoskopi mujor ju nxit të mos e neglizhoni pushimin. Vitaliteti juaj nuk varet nga sasia e aktiviteteve, por nga cilësia e kohës që I kushtoni vetes. Harmonia juaj e brendshme do të jetë thelbësore. Shmangni njerëzit ose situatat që ju shterojnë energjinë dhe zgjidhni aktivitete që ushqejnë shpirtin tuaj. Yoga, shtrirjet, meditimi I lehtë, apo edhe ritualet e thjeshta të bukurisë, një krem, një masazh, një banjë e nxehtë, mund t'ju kthejnë në qendrën tuaj. Këshilla juaj astrologjike flet për ekuilibrin emocional si kurën kryesore. Mos u përmbaj shumë, shkruaj, fol, vizato, këndo. Çdo formë shprehjeje do të ndihmojë të çlirosh tensionin. Një këshill praktike, mbajeni larg stresin e mbrëmjes. Një rutinë relaksuese para gjumit mund ta përmirësojë shumë vitalitetin tuaj. Karriera. Në sferën profesionale, dhjetori mbështet fuqimisht suksesin profesional të shenjës së Peshores. Parashikimi juaj mujor tregon një muaj ekuilibri midis diplomacisë dhe vendosmërisë. Ju dini si të negocioni, dini si të ndërmjetësoni, por mbi të gjitha, dini si t'i paraqisni idetë me elegancë dhe qartësi. Horoskopi I këtij muaji tregon se projektet e rëndësishme mund të ecin më shpejt se sa pritej. Mund të merrni një propozim interesant, njohje ose mundësinë për të marrë përsipër një rol më strategjik. Megjithatë, dhjetori kërkon një gjë thelbësore nga ju, mos hiqni dorë nga vizioni juaj për t'i pëlqyer të tjerëve. Forca juaj vjen nga aftësia juaj për të parë të dyja anët, por drejtimi juaj duhet të jetë një I juaj. Nëse jeni duke kërkuar punë, ky është një muaj I favorshëm, veçanërisht në kontekste krijuese, diplomatike, komunikimi ose organizative. Këshillat tuaja të zodiakut sugjerojnë që të tregoni autenticitetin tuaj, jo një imazh tepër të rafinuar ose të filtruar. Fraza udhëzuese: eleganca nuk është shmangia e konfliktit, por zgjedhja e drejtimit me hir. Marrëdhëniet shoqërore. Ekuilibri në marrëdhëniet shoqërore është një aspekt kyç I muajit për Peshoren.
Parashikimi mujor sugjeron që dhjetori sjell më shumë lidhje autentike, më pak shpërqendrime, më shumë cilësi. Do të tërhiqeni nga ata që respektojnë ritmet tuaja, ndjeshmërinë tuaj dhe nevojën tuaj për bukuri emocionale. Horoskopi i këtij muaji sugjeron që mund të distancoheni butësisht nga presionet që ju rëndojnë. Dhjetori ju mëson vlerën e diskrecionit, të mos mbylleni në vetvete, por të mbroni harmoninë tuaj. Një misi e re mund të lindë spontanisht, duke sjellë me vete ngrohtësi dhe lehtësi. Thënia juaj sociale e muajit: zgjidh ata që të bëjnë të ndihesh i ekuilibruar, jo ata që të bëjnë ti ndjekësh ata. Qëllimi juaj i muajit. Për peshoren, qëllimi për dhjetorin 2025 është të gjejë qendrën e saj. Parashikimi mujor ju fton ta mbyllni vitin me një premtim: të respektoni kohën tuaj, dëshirat tuaja, të vërtetën tuaj. Horoskopi i këtij muaji ju inkurajon ta transformoni kërkimin e përjetshëm për ekuilibër në një valë të butë, ku çdo hap konfirmon vlerën tuaj. Përfundojeni muajin me një notë të lartë duke zgjedhur atë që ju sjell paqe. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, showbizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh. Faleminderit nga stafi i personazh.